A do të bën zgjedhjen e Bashkinë e Tiranës? Po. Duhet bën. Po. Dhe kur do bën këto? Na fatet me këto si jemi? A me fol me atëherë, shikojni se çfarë po ndodh te hapja kutive. Do më thënë, e kemi një opozit pasaj të vite të pse do të këtë zgjedhje në Tiranë. E kemi një opozit që thot nuk i pranojmë zgjedhjet. Ylli. Po? Edhe mospranimi i zgjedhjeve e ka epitetin më të lartë negativ që është epiteti forcës elektorale ose forcës zgjedhore. Këtë epitet ja ka dhënë opozita zgjedhjeve të 11 majit. Por në të njëjtën kohë e kemi një problem tjetër. Si është e mundun që epiteti forcë elektorale është aq i fuqishëm dhe opozita kërkon hapjen e kutive. Kandidati për kryetar i opozitës Belin Kolliçi, në mënyrë feminore, kërkon mandatin e 14 të Ilirit në Tiranë, në intervistë dhe në pronëzime publike, dhe në të njëjtën kohë thotë se na këto zgjedhje janë forcë. Të dyjat nuk shkojnë bashkë. Janë aq kontradiktore sa që kjo parti realisht e ka humbë edhe rrugën, edhe diskursin publik se çfarë kërkon, edhe besueshmërinë. Nuk mund të krijosh besueshmëri me kontradikt. Dhe hapja kutive i konvenon vetëm një partie politike. Parti Socialiste. E para e tregon se është e hapur për të numëruar se cilën vot, ja jep hapësirën Partisë Demokratike për të fuqizuar liderin e partisë, të cilën Partia Socialiste e don me çdo kusht, ajo Sali Berisha, se vetëm me të e kanë lehtë çdo fitore, dhe natyrshëm duke i përdor këto, po shkon ngadalë te një proces të konsumuar të opozitës dhe kryetarit saj Sali Berisha për të hyrë në zgjedhjet lokale në Tiranë. Dhe kur të hyrë në zgjedhjet lokale në Tiranë, atëherë gjithçka që ka bërë opozita për të sulmuar, për të quar forcë, kanë ra poshtë për shkak kontradiktës së tyre dhe kërkesave kontradiktore. Dhe këta njerëz të opozitës nuk i kuptoj çka don. O zgjedhjet janë forcë dhe nuk i pranojnë, o nuk kërkojnë numërimin e votave, o kërkojnë numërimin e votave dhe i japin një epitet zgjedhjeve. Po duket sikur një gjithë thjesht po kërkojnë ata baton. Jo, ata nuk po dinë çfarë po kërkojnë. Legitimitetin e Sali Berishës, si kryetar i Partisë Demokratike, sepse zgjedhjet janë sënuar të gjithë, e ai e ka dërguar ai nga lart, e kemi mision tani. Edi Rama një gjë ka bë. Të vazhdoj doktori. Edi Rama duket mua. Atë që dikur ishte beteja për Vulën, Edi Rama tash e ka ndru pja legjitimon atë që dëshirojnë militantët, por jo një pjesë e madhe e qytetarëve dhe popullsisë së Shqipërisë. Ja ku e keni Sali Berishën, dhe me Sali Berishën dhe me cilin do kandidat të opozitës në Tiranë, dihet kush fiton. Në bazë të ligjit, kur duhet të shkojmë në zgjedhje? Në Bashkinë e Tiranës. Tani, aty ka dy pika. Pra, një pik që e artikulojnë edhe këshilltarët e opozitës në Bashkinë e Tiranës është që Erion Velie për mbi 3 muaj nuk paraqitet në detyrë. Dhe me këtë argument Këshilli Bashkiak mund të kërkojë shpalljen e vakancës, pra s'kemi kryetar bashkie, t'ia drejtojë kryeministrisë dhe kryeministria Edi Rama të vendosë që nuk ka kryetar bashkie në Tiranë dhe të kërkojë presidentit shpallje zgjedhje. Por këtu ka një ngërç dhe këtu ka dhe një lloj precedenti, themi. Zoti Velie vërtet nuk paraqitet në detyrë mbi 3 muaj. Por nuk është se nuk paraqitet me dëshirën e tij. Po, për shembull larg qoft njëri mund ta vrasin, dhe ai nuk paraqitet në detyrë, mund të rrijë gjithmonë ajo. Por ai burgosin, dhe kjo është. Po, më dëgjoni sekondë. Tu s'ka ngërç. Jo, ka. Ai mund të thotë që unë dua të shkoj në detyrë, po s'po më lën. Presidenti kujt isha? Zoti Berisha, kur kishte debatin për mandatin e tij, pra kaluan 6 muaj që ishte në arrest shtëpie. Berisha ka drejt për gjitha gjërat më. Jo, po një sekondë pra. Ore, doktori ka të drejt për çdo gjë që thot më Otela. Pra, dakord. Ajo është tjetër gjë. Po flasim për rregulla tani. Por kur në parlament u kërkua
që të deklaroj përfundimi i mandatit tij, sepse kishte 6 muaj që nuk shkonte në kuvend, kryetari i kuvendit me konstitucionalist argumentoi që zoti Berisha do të vinë në kuvend, po nuk e lë masë e arrestit. Është me arsye. Kështu që me këtë argument nuk mund t'i digjet mandati. Me këtë argument, si precedent, mund të thuhet dhe zoti Velie do të shkojë ta vazhdojë të bëjë detyrën, por nuk e lë vendimi i gjykatës. Kështu që në këtë pikë, Antoni po thot mungesë me arsye, dakor. Po në pikë qoftë se ti mungon gjithë vitin me arsye, nuk quhesh në shkollë më fare. Atëherë këtu përfundon, themi, misioni Këshillit Bashkiak dhe hyn në lojë kryeministri. Edi Rama, po mund vendos vetë si kryetari i Këshillit Ministrave që zoti Veliaj i ndërpres mandatin dhe deklaroi zgjedhje, por vetëm ai mund të thotë që ka vakancë. Zotëri, mandatin e Atit Veriut e di kur e shkarkoi, e bëri. Sa transmetova unë videon, Bashkiaku si e kishe? Gicit. Po, sa unë kam mbaruar unë programin, ai e bëri shkarkim. E shkarkoi 2 orë mbasi doli videoja. Por ndërkohë vetë ai kishte dhënë dorëheqjen pak përpara. Gjici kishte deklaruar që unë e lë mandatin, pastaj erdhi vendimi i qeverisë. Edhe ka kompetencë direkte. Pra ai ka kompetencë. Po të them që Këshilli Bashkiak ndoshta thotë zoti Velia do të vinë detyrë, por nuk ka mundësi të vijë. Atëherë prandaj them që topi kalon te zoti Rama. Ai duhet vendos tash, do vazhdoj ta drejtoj bashkinë me personin që ka caktuar apo do shpall zgjedhje. Ktu hyn pastaj debati politik. Sa intereson Ramës palli zgjedhje, sa nuk intereson. Do të thënë edhe zgjedhje mund të kemi kur t'i doj... Po Voltana Ademi deti 4 vjetë në detyrë, pa mandat. Disa bashki? Ose ke edhe Beratin, ke Matin, ke disa bashki që kanë dhënë dorëheqjen kryetare të futën në zgjedhje. Ato do hyjnë patjetër zgjedhje. Pjesëve lokale. Ato 3 bashki do kenë patjetër zgjedhje. Varet se kur do caktohen, por atje është e sigurt që do ketë zgjedhje. Kështu do shihet në kuadër të trejave. Po batoni hyri pak te tema e rinumërimit që... Te vazhdimi. Që është shumë rëndësishme dhe që t'i keftuar Ruan Bashin. Rinumërimi i votave që po bëhet në KGZ dhe... Jo, po te kemi të... Kontestimi. Jo, e kemi të njëtë. Po pra, po e ceku batoni. Mos i cek gjera të... Ceku e... Pa cek shme. Arqë. Ne do ishte të vazhdonim ne me që ceku. Ja, tani. Por gjithë pyetjes pa u bë. Po? Gjithatë kryeministri nuk na ka lënë të kuptohet që zoti Velia i ka ndonjë shans qoftë edhe minimal të vazhdoj të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Qoftë edhe duke pritur procesin. Kështu që në planin politik, në qoftë se bëjmë një lexim të zgjedhjeve dhe të procesit kryesisht në Tiranë, mund të aludojmë se kandidatët më të votuar, për shembull, qoftë nga majoranca apo qoftë nga opozita, do të jenë nesër ballë për ballë njëri tjetrin në Bashkinë e Tiranës dhe kanë filluar të qarkullojnë emrat. Në qoftë se për shembull nga Partia Demokratike Jorita Tabaku përmendet si emri më i votuar, lakohet si një kandidate e mundshme potenciale madje edhe për të marrë Partinë Demokratike, nga ana tjetër Si të marrë Jorita Tabaku që atua? Jo, do të them këtë që... Një vapa bënd të vetën? Qëse Rama do ishte i bindur që opozita do futet në zgjedhjet e Tiranës, ose në zgjedhjet e 5 lokale, i shpallte sot zgjedhër. Rama ku ta gjej që të futet në zgjedhje ata, u lë dhe në i bashkibile, në i Berat dhe në i Mat. Duhet të cilë në vëmendje diçka. Sepse në momentin që ata futen në zgjedhje, Njëve që ka marrë PD, takon Beratin. Në momentin që futen në zgjedhje, Rama mbyll kapitullin në 11 majit me ata. E mbyll, thotë. Por duhet të cilë në vëmendje diçka. Adriana Kalaja, që ishte kandidate e opozitës në zgjedhjet tani, bëri një denoncim nga i cili në fakt është tërhequr dhe nuk po flet aktualisht publikisht. Duke thënë që votat që i kanë shkuar zonjës Tabaku janë orientuar politikisht nga Partia Socialiste dhe zoti Rama. Kështu që në kushtet kur Sali Berisha kërkon atë status quo të qëndrojë në Partinë Demokratike, le mos të përjashtojmë ndoshta edhe një marrëveshje në zë që Partia Demokratike të marrë nesër Bashkinë e Tiranës, ndoshta me zonjën Tabaku, ndoshta se nuk është Bashkia Rrëshinit, është Bashkia e Tiranës. Po mund të jetë, po Tiranës nuk është shumë. Diçka do marrë dhe opozita, se 83 mandate. Gjysma popullsisë është... Tani të kalojmë, okej, nuk do ishte Rama. Të presim që do ndodhë nëse mund të zgjash pra. Zoti Rama bën zgjedhjet e BSH, por duhet thotë... Dishtator
Duhet edhe opozitat paraqit kandidatë, doktori mund mos paraqit, thotë Abilega e tani, gjendja e rënduar duhet. E rënduar, shtoni dhe vapën. Këtu kalon që Shtoni pak dhe vapën. Ta shpjegoj që këtë, dhe të kalon se kjo në qonë të rinumërimi si logjik. Pra, kemi opozitën që po ndjek një proces, dhe po thotë zgjedhjet janë fars. Po? Në qoftë se opozita i mbahet saj që zgjedhjet janë fars, atëherë nuk mund të hymë në zgjedhje me Ramën, nuk mund të hymë në një fars tjetër, ndërkohë që është duke denoncuar e duke luftuar për të fars. Në momentin që opozita do hynte në një fars tjetër, ose në zgjedhje tjera, me gjuhën zyrtare, atëherë ka hequr dorë nga farsa ose e përdor farsën për të justifikuar veten, apo jo? Dhe në këtë moment opozita humbet kauzën e farsës së 11 majit. Dhe kjo është shumë e mirë pritur nga Rama, i cili është duke parë opozitën sot që nuk janë një zgjedhjet. Kjo është dhe e njëjta gjë po ndodh në KQZ, që përmendi Batoni sot. Pra opozita thotë që unë mora pjesë në një fars. Zgjedhjet u morën nga bandat, votat u blen, kartat u mblodhen, policia u përdor dhe administrata e tjera, dhe e kërkon farsën të kutit e votimit tani. S'ka logjik për kjo. Pra, në momentin që kërkon farsën të kutit e votimit, farsa legjitimohet. Pse e hapin kutit me gjithë dëshirë? Sepse e din që aty legjitimohet farsa. Aty në momentin që hapen kutit dhe s'del asgjë, ku është farsa këtu? Çfarë ndodhi? Unë me ty kam pajtohem në gjitha këto, vetëm një arsitim ndoshta për debat që mund të lindë. Një opozit e cila është të hidhëruar edhe që jep epitet farë zgjedhjeve, me gjitha të e bën një presion. Këtu se di a pajtohem me logjikën politike që edhe. Se për mu, një logjikë që është një epitet që opozita jep zgjedhjeve si fars, duhet kërkonte me çdo kusht zgjedhjet në Tiranë. Duhet bënte presion për ta vërtetuar. Unë nuk besoj që ajo duhet me besu në fars më. Por unë mendoj që opozita ka një element tjetër, që nuk i fiton zgjedhjet edhe në Tiranë. S'është e sigurt se ka kandidatën e duhur, nuk e bën betejën. Tu nuk po më flan kjo. Nëse mundesh me marrë që tu pak të se... Nëse opozita thot, pra opozita duhet një, kjo është një gjë që opozita edhe mund ta bëj. Unë mendoj që në moment që shpallën zgjedhjet, opozita do marrë pjesë në zgjedhje. Jo, natyrisht. Po, a duhet ta bëj presion? Do e riushqej veten me iluzionin që mund të marrë një bashki si Bashkia e Tiranës, e cila mund ta mbështesë pastaj në përtuar zgjedhjet e përgjithshme të tjera, ose edhe për të mbajtur partinë në mënyrë klienteliste, sepse ne ajo që ka krijuar të urrëtie të qytetarëve ndaj klasës politike është pikërisht klientelizmi që ato kanë ushqyer nëpërmjet pushtetit lokal dhe qendror. Jo, domethënë, nëse ti me një bashki dhe me ato ushqen disa njerëz të cilët mbajnë partinë e fortë, si thoshin ndaj që ata e protestuesit që vinin te PD-ja vinin nga Kamza, se PD-ja kishte bashkinë e Kamzës, dhe ti forcon partinë nëpërmjet klientelizmit në pushtetin lokal ose qendror, atëherë ke shpresë të vish pushtet. Në qoftë se e merr një bashki për të qeverisur, është tjetër çështje. Çështja është s'ka pushtet momental. Qoftë edhe ky me 83 vota, që mund ta refuzoj kërkesën e opozitës për zgjedhjen në Tiranë. Jo, Rama ku ta gjejmë? Problemi është, të po themi, nuk e dojnë. Rama ku ta gjej të mbyll një fars, të hap një fars tjetër. Tash. Farsa. Rama po ju legjitimuan zgjedhjen e 11 majit. Nuk intereson fare për të zgjedhjet e pjesëve lokale. Sigurisht që do i fitoj. Tirana intereson. Do i fitoj, po nuk i intereson çfarë ndodh në kuptimin e rezultateve.